Jemi në pjesën e 6 të videove që prezantojnë ushtrimet e matematikës që janë dhënë në provimin e lirimit të zhvilluar në qershor të 2012-s. Ushtrimi 22. Jepet parabola me ekuacion y baras me x katror minus 4. Gjeni pikat e prerjes së saj me boshin e apshisave dhe koordinatat e kulmit të parabolës. Skiconi parabolën në planin koordinativ. Atëherë le të fillojmë me gjetjen e pikave të prerjes së parabolës me boshin e apshisave. Pra bëhet fjalë për koordinatat e këtyre pikprerjeve. Ndërtojmë një sistem koordinativ dhe përqendrohemi tek boshti i apshisave ose boshti i x-eve. Të gjitha pikat e këtij boshti e kanë y-in 0. Pra x-et kanë vlera të ndryshme ndërsa në të gjitha rastet y-i është 0. Parabola do të kalojë një pozicion ku do të presë këtë bosht dhe ne duam të gjejmë sa janë vlerat e x-eve ku kjo parabol pritet me boshtin, ndërkohë që siç thamë dhe më parë, y do të jetë 0. Pra, në ekuacionin e parabolës do të zvendësojmë tek y pikërisht këtë fakt, pra vlerën e y-it 0. Dhe në këtë rast do të merrnim ekuacionin x par 0 baras me x katror minus 4. Atëherë këtu mund të bëjmë një ndrim të dy anëve të këtij ekuacioni, nga ku dalim në formën x katror minus 4 baras me 0. Pra, edhe një herë zgjidhja e këtij ekuacioni do të na jepte ato vlerat e x-it, tek të cilat grafiku i parabolës pritet me boshin e x-eve. Duke shfrytëzuar formulën a në katror minus b në katror, që e pa minus b shëndzim a plus b, rastin ton mund të paraqitim në formën x minus 2 që shëndzon x plus 2 baras me 0. Nga ku kemi x minus 2 baras me 0, pra përmbajtje e klapës së parë, ose x plus 2 që është përmbajtje e klapës së dytë, është e barabartë me 0. Që do të thotë, kemi si zgjidhje të ekuacionit x-in 2 dhe x-in minus 2. Pra x-i 2 dhe x-i minus 2 merren me kushtin që y-i është marrë 0. Duke i kombinuar pra me këtë kusht, të zgjidhje, do të siguronim pikën A me koordinata 2, 0, që po e paraqitim dhe në boshin e x-eve, si dhe pikën B me koordinata minus 2, 0, të cilën e paraqitim gjithashtu në boshin e x-eve, dhe me përcaktimin e këtyre dy pikave, ne kemi dhënë përgjigje kësaj pjese të kërkesës sonë, pra kemi gjetur pikprerjet e parabolës me boshin e apshisave. Vazhdojmë më tej me gjetjen e koordinatave të kulmit të parabolës. Po shënojmë kulmin e parabolës me c dhe koordinatat e kulmit m dhe n. Këto koordinata përcaktohen sipas këtyre formulave, pra m-ja baras me minus b përmbi 2a dhe n-ja baras me minus d për faqëson dallorin mbi 4a. Nga shpreha x katror minus 4 do përcaktojmë pikërisht koeficientet a, b dhe c, do të na ndihmonin më tej për gjetjen e dallorit, dhe nga kombinimi i këtyre koeficienteve do gjenim m dhe n që janë koordinatat e kulmit të parabolës. X katror minus 4 e paraqitim në këtë formë, pra 1 shëndzim x katror plus 0 shëndzim x minus 4. Pra është e njëjta gjë me x katror minus 4. Veçse në këtë rast e kemi të qartë që a-ja është e barabartë me 1, b-ja 0 dhe c-ja minus 4. Tashmë është i mundur përcaktimi i koordinatave. Fillojmë me koordinatën m, që është apshisja e kulmit të parabolës, dhe m-ja do përcaktohet nga minus b përmbi 2a, ku a-ja 1, b-ja 0, na e sjellim m-n në trajtën e thyesës minus 0 mbi 2 shëndzon 1, nga ku përcaktojmë 0 vlerën e mes. Pra pasi gjetëm koordinatën e parë, vazhdojmë me koordinatën e dytë të kulmit të parabolës, me gjetjen e n-s, e cila përcaktohet nga formula minus d përmbi 4a, ku d-ja është dallori, pra b katror minus 4ac. Për këtë rast na nevojiten të tre koeficientët dhe duke bërë zvendësimet marrim n baras me minus 0 në katror minus 4 shëndzon 1 shëndzim më tej minus 4, gjithë ky numërus jep vlerën e dallorit, mbi 4 herë 1, ku a-ja është zvendësuar me 1. Pra nga kryera e veprimeve kemi më tej n-ja minus 16/4,
dhe neja del minus 4. E zvendësojmë dhe këtë vlerë. Pra, tashmë kemi përcaktuar koordinatat e kulmit të parabolës, që janë 0 dhe minus 4, dhe pikat C do të jetë në këtë pozicion. Po kalojmë me skicimin e parabolës në planin koordinativ, pra, na duhet kulmi C. Risjellim dhe njerë dy pikat, ku parabola pret boshin e x-eve. I shënojmë këto dy pika në planin koordinativ, dhe me qenë se koeficienti A është një numër një masë 0, në rastin tonë është njëshi, degët e parabolës, diçka që qartësohet edhe nga figura, pra degët e parabolës do të jenë të drejtuara nga lart. Kështu që në këtë rast bëhet i mundur skicimi i parabolës dhënë me ekuacionin y baras me x katror minus 4. Vazhdojmë me ushtrimin 23. Shoqja juaj bleu një çantë me ulje çmimi 25% dhe pagoi 4800 lekë. Gjeni sa ka qenë çmimi fillestar i çantës. Fillimisht për lehtësi të veprimeve, vendosim në vend të 25% 0,25. Mëtej me x shënojmë çmimin fillestar të çantës. Fakti që çmimi ul me 25% do të thotë që kjo ulje është 25% e x-it ose 0,25 që shumëzon x. Pra me 0,25 shumëzim x tregojmë uljen e çmimit. Kështu në këtë mënyrë diferenca midis çmimit fillestar dhe uljes së çmimit, që është x minus 0,25x, do të na përcaktonte atë çfarë pagoi shoqja juaj, pra 4800 lekë. Kështu që këtë shprehje mund ta barazojmë me 4800 dhe kemi ekuacionin x minus 0,25x baras me 4800. Mëtej kemi 0,75x baras me 4800, nga ku x-i barabar me 4800 mbi 0,75 dhe mëtej arrim në përfundimin x baras me 6400. Pra, x është çmimi fillestar, që do të thotë se 6400 lekë ka qenë çmimi fillestar i çantës. Ushtrimi i fundit për këtë video, jepet një bashkësi prej 100 etiketash, secila ka të shënuar një numër nga 1 deri në 100 pa përsëritur. Tërheqim rastësisht njërin prej tyre dhe lexojmë numrin që ajo shënon. Gjeni probabilitetin që numri shënuar të jetë i plot pjesëtueshëm me 5. Fillimisht shkruajmë numrat që janë në të plot pjesëtueshëm me 5 dhe i takojnë kësaj bashkësie nga 1 deri në 100. Ja, të gjitha numra i kemi përmbledhur këtu, janë numra që mbarojnë me 5 ose me 0, dhe në qoftë se do t'i numëronim, do të na jepnin 18 numra. Pra kërkohet të gjejmë probabilitetin që etiketa e tërhequr të jetë një numër i plot pjesëtueshëm me 5. Ky probabilitet jepet nga pjesëtimi i numrit të etiketave që na plot pjesëtohen me 5, pra ato që na interesojnë, me numrin e përgjithshëm të etiketave, pra me 100. Pra konkretisht do të pjesëtojmë 18 me 100 dhe pas kryerjes së një thjeshtimi arrim tek thyesa 9/50, e cila na përcakton probabilitetin që kërkohet tek ushtrimi ynë.